po takoheni edhe këtë diel me mua Dea në emisionin Ma e Gjuhës me Xherin. Sot e kemi një recetë për fëmijët të cilët nuk i han fasulet. Unë për vete nuk jam provu që thojnë asnjëherë me këtë rast, sepse vajzat e mia gjithmonë e hanë gjellën me fasule që ju bëjnë një herë në javë. Mirë po, kam raste shumë ku fëmijët nuk i hanë fasulet dhe mandej nanat e tyre binë hallë se çka me ju qysh me ju dhanë fasule me hangër. E kjo është faktikisht e kam vjedhë idenë prej një mike sime e cila më tregoi një ditë që fasulet e ziera ja pshtjell në rrep sikur fajita, ja bën si një lloj sendviçi me fasule. Atëherë unë këtu e pas parasysh që këtu ne i kemi gjithmonë fasulet Grasano, po ju tregoj se unë i kam zi para prakisht, që mos më ju marr kohën as vetës as juve këtu i zi fasulet, edhe pse Grasano zihen shumë shpejt, zihen për 1 orë e 10 minuta i ke të gatshme. Megjithatë, unë i kam zi para prakisht, edhe veçtisht ta më tregu llojin e fasuleve që ne e përdorim. Këtu i kam fasulet e zira, janë të zira vetëm në ujë dhe në krip. Për këtë lloj sendviçi, ne do t'i shtypim pak, nuk i bëjmë komplet pure, por vetëm i shtypim për me kriju pak një masë pak më homogjene dhe pak me qenë më kremoze, jo ashtu kokër. Këtu i kam 2 lugë të mëdha me ajk, këtu kam mustard, po i përzi njerë fasulet me këtë masë e pastaj do t'ja shtoj edhe përbërësit tjerë. Për ndryshe, nëse nuk e keni ditur, fasulet janë burim i proteinave bimore. Fasulet janë ushqim dietar, janë ushqim i shëndetshëm, janë ushqim që preferohet të fillohet t'ju jepet fëmijëve prej moshës 8 muajshe. Ju e dini që kjo recetë nuk është për fëmijë të vegjël, është për fëmijë më të rritur, mirë po edhe për neve të rriturve, mirë po sa për dijeni, nëse veç po hamencoheni se ku të filloni t'ju ushqeni fëmijët me fasule prej moshës 8 muajshe, mundeni pa krep dhe pa qep, kuptohet. Tash do t'i shtojmë qep të kuqe. Kështu, kopër, nëse keni të freskët, po edhe nëse keni të tharë, është shumë e mirë, i jep shije, i jep aromë, po edhe për shkak të vetive që ka dhe natyrisht krepi shtani. Tani do ta përzim, aq është bu kremoze dhe aq po i vjen era e mirë sa që po vjen, veç kështu si sallat me hangër me njëherë, pa e bo rrep fare. Tani vetëm pak petën kemi me ngrohë. Tash derisa peta të ngrohet, unë do përdori edhe jalapeno nga Green Garden. Jalapeno i thojnë specave djegës, një farloji meksikan që janë pak si shumë djegës, mirë po, ne nuk do t'i shtojmë shumë, vetëm sa për t'ja dhënë një shije meksikane, pasi që po bëjmë edhe ashtu, po bëjmë ushqim meksikan. Fajita është ushqim fund e krye meksikan, vetëm 3 copa ja shtova. Prandaj ja vlen me ble gjithë këtë kavanos nga Green Garden të jalapeno, se nuk harxhohet edhe shumë shpejt. Qëndron ky kavanozi disa javë me thonë, sepse nuk një familje që hanë një kavanos jalapeno për 1 javë. Shumë djegësta, po janë shumë të mira. Plus që ushqimi i djegës gjithmonë po konstatohet që është antikanceroz. Tu kemi sallatë të gjelbër, kemi tomate, edhe tash e kemi edhe mbushjen që ja përgatitëm me fasule. Ja pra dashurit e mi, kjo është fajita jonë me fasule Grasano, shumë e shëndetshme, plot proteina, plot fibra, plot vitamina. Ju rekomandoj që dhe ju ta përgatisni në shtëpitë juaja, e ne shihemi sërish të dielën tjetër.